Se marrën e futbolin. Vjen keq, Blerana është ta muj me ju dëshpru edhe shumë fansave tjerë thunë e normal këto qikat si gonja. A më ko gjë mirë po dëmë. Sot bon me Bayernin, nesër janë me një tjetër. Po, së që tjetër janë dikun 15 pikë dallim me vendin e dyta, apo jo? Mbyllë matematikisht gara. Matematikisht është mbyllë gara në Bundesliga dhe nëse në nga bëjmë brëm skuadra Bayernit dhe që e fitoj titullin. Për të 35 herë. Në 11 vitet e fundit më duket që edhe të herë kanë fitu titullin. Vetëm njerë kanë dështu me Bayer Leverkusen që e mërë me Xabi Alonso. Harry Kane 32 gola i ka shënu. Harry Kane dihet, mëj me thonë plak, po kogjo është të mbajt. Plak për futbol në është ta. Unë mendoj që është një për lojtarëve më të mirë sulmus në momentin. Është kogja pretendent për topin e artë. Po, është pretendent, po unë kom thonë edhe me herët që Champions League-un ja japim i Parisit e topin hartë ja japim i Ousmane Dembélés edhe qëtë sezon. Se kogjo është lojtar i fort, po Harry Kane i që avelin mu të cek të kjo është që është lojtar që nuk falë para portës. është lojtar që momenti që i vjen nuk është sejet për kundërshtarët. Ndërka që më sarom që kanë qenë 30 ndeshje, ku 25 prej tyre i ka fitu Bayern i Erblinës. Më duke të te Bundesliga nuk kemi shumë që ka me folë, po dalim pak tek serje A. Kush është pretendent aty? Paka shumë edhe këto e ngjajshme si te Bundesliga. Është vendosur tashma, vendosur. Deri dikon, po edhe Interi është dikon 13 pikë nëse s'gaboma. 78 pikë i ka Interi, Milani ka 66. 12 pikë më shumë. është e pamundshme praktikisht për Milanin që me përmbys. Domethënë, ndoshta veç ajo vendosja matematike se në praktikë është e pamundshme. Përthuj me pamundshme, jo përthuj se e pamundshme. Dje që kam bo një përshtypje dhe që ka shikova prej Serie A ke inkuadrimi i Zhegrovës. Minutën e 70. Ka një sinjal shumë i rëndësishëm për arsye se Juventusi e pat primatin e rezultatit prej minutës sport. Edhe në ndeshjet që Juventusi ishte duke fitu ose duke dominu, inkuadrimi i Zhegrovës nuk u vendos në dyshim. Pro, kjo na përshën kështu një mesazh se nëse në të ardhmen faktikisht kemi me pos një Juventus dominant në Serie A, definitivisht... Merësi që është rikëthy në garë, Juventus. Po, tash, e ko vendin si... E 4 tanë në renditje. Nëse krejemi me bu një analizë kështu të krejt kampionateve, është e rëndësishme që krejt futbolistat me pos kulturën e zëvendësuesit. Për arsye që tashën pjesën vendimtare të sezonit, ka një lodhje të gjitha skuadrat. Edhe po e shoh që është shumë e nevojshme lojtarë që po një prej bankës së rezervë. Ka gulan minutat e fundit, për shembull, hiç më larg se dje Aston Villa fitore dramatike kundër Sunderland, Tammy Abraham shënoi gol, domethënë një lojtar rezervist. Edhe kjo duhet me ndodhë njëjtë për Edon Zhegrovën. Për arsye që më kujtohet e njëjta e pat ndodhur edhe Xherdan Shaqirit me Jurgen Klopp, që ka dosht Jurgen Klopp me kriju si një lojtar super i cili hyn edhe i përfundon ndeshjet, mirë po na shqiptarët e kemi pak të kufizum kështu durimin, edhe nuk i pranojmë faktikisht ato role, kemi dëshirë me qenë në qendër të primatit. Edhe mu po më pëlqen shumë që disa futbolist mendoj që duhet me kriju këtë kulturë për me lujtë në klube të mëdha, për arsye që është e benefitshme edhe për ta për me ndërtu karrierë suksesshme, edhe për formën që shpashkon futbolli, nuk janë të nevojshëm veç 11 lojtarë që kanë qenë startues për fillimit sezonit, po ka me u bo shumë e rëndësishme edhe lojtarë që hynë si zëvendësues. Njëjtë si Zhegrova dhe shumë. Mendon që ndoshta Zhegrova kishte më mirë me ndru ekipin, për shkak të marrë parasysh që është në prime-in e tij edhe minutazhi shumë i rëndësishëm në karrierën e tij, sidomos momentalisht. Normal, kështu në futboll është një shprehje që loja e bën lojtarin. Mirë po nëse nolësh me mendu me një aspekt tjetër, me stërvit me një klub si Juventusi, me stërvit me klubin më të madh në Itali, sa mundesh me urrit si kapacitet duke stërvit, edhe është e njëjtë ajo sigur me lujtë ndeshje. Mendoj që veç këto dush me bo atë analizën për me mo vendimin e karrierës. Besoj që Edoni është i pajtuar me faktin që definitivisht
pak minuta në Juventus janë më të mira se so me qenë titullor me një skuadër nështë mesatore, e cila nuk garën gole europiane, nuk përbollet në derbit mëdhenj, nuk i ka tifëz ashtë të zjatë sa i ka Juventusi. Tash këtu janë disa aspekte që mundet me të pëlqy ma shumë për janës tjetër, disa aspekte ose aspekti kryesor që nuk të pëlqen, që nuk e ki minutorën mirë, po nëse i vendosën balans, kështu është pak problematike me gjithë. Kasim? Unë e menoj njëjtë si Bleroni, po që ka moj me cek, që ka vlenë me u cek, është që në ditëve të fundit u përmen nga mediat ndryshme për një transferim të Edonit në Beshiktash, në Turki. Sa ka gjasa që ndodhë kjo? Po, nuk besoj asunit që mundet më ndodhë një gjë tillë, pasi që si që përmeni edhe kolego, shumë ndeshja, janë disa mesazhe që jepen nga trajnerët, sidomos si në ndeshjen e fundit, inkuadrimi e Dën Zhegrovës në minutën e 72, tregon besimin, nëse mundna me thonë, të Spalletit tek Edoni, dhe i tregon, ja jep një përgjigje që po, unë të shoh ty të Juventusi, nuk pres që ti në mu largu për këtyjt dhe nuk të mbylli derën për të skuadrës së Juventusit. Në shumë raste, ka lojtar, e përmenëm edhe Gjerdan Shaqirin, që konsiderohen si lojtar rezerv të skuadrave ndryshme, mirë po që ata lojtar cilët konsiderohen rezervista në skuadra, në shumë raste, mujnë edhe me qenë lojtar kështë skuadrës në finalizimin të ndeshjeve të mëdhaja. Edoni, ndoshta kolega e përmeni që ndoshta neglizhon pak pjesa e minutazhës tina në përndeshjet futbollit zyrtare, po prapë përmeni Bleroni, tha që edhe nëse stërvitesh me një skuadër si që është Juventusi, dallëm në një skuadër tjetër për ma shembull tash Beshiktashin. Si edhe emrat, vrejet edhe pesha e madhe që e ka Juventusi krahasim me Beshiktashin, nëse eventualisht vendos Edoni mu largu. Po pritet shihet, vera është shumë e nxehtë në atë aspektin e sportit, pasi që pritet të ketë lëvizje shumë të mëdha nëpër skuadra. Të kthehemi edhe një herë shkurt tek Serie A, pse ekipet italiane janë kaq të paqëndrueshme këtë sezon? Të paqëndrueshme në atë aspektin që janë fillimisht kualiteti është i shpërndom. Pra nuk ka skuadër dominante. Për dominancë shquhet që është Gjermania edhe Franca, për arsye se dominojnë Parisi e Bayerni. Edhe në Spanjë mundim me thonë që dominojnë dy skuadra. Tash kur e them këtë shpërndarjen e kualitetit, janë dy aspekte. Në Premier League është pozitiv, për arsye se është në konkurrencën. Në Itali, kjo shpërndarja, Italia nuk prodhon shumë futbollist, edhe kjo shpërndarja e dëmton shumë për arsye që i bën skuadrat ma të dobta.